Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetjet i dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mirë se erdhët në emisionin Rruga e Drejtë. Njerëzit po vuajnë shumë nga zullumçarët. Por drejtuesit, funksionarët, njerëzit me pushtet nuk do mundeshin që të bënin padrejtësi e të dëmtonin nëse nuk do të kishin njerëz të cilët i ndihmojnë. Na shqetëson fakti që një pjesë e muslimanëve sot po bëhen ndihmës të zullumçarëve. Trajtimi i kësaj teme po lihet gati në heshtje. Prandaj menduam me Hoxh Ismailin të flasim pikërisht për këtë temë, pra për ndihmësit e zullumçarëve. Hoxh, do t'ishte me interes të na flasësh për qëndrimin e Islamit ndaj zullumçarëve, sidomos kur zullumin e bën një njeri me pushtet. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi, amma ba'd. Falënderimi takon Allahut, lavdërimi, bekimet dhe paqja qofshin me njeriu më të mirë, të dërguarin tonë Muhammedin, familjen e tij, shokët e tij, dhe me gjithë ata të cilët ecin në rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar ka urdhëruar në Kur'an për drejtësi, inna Allaha ya'muru bil 'adli. Ai do njerëzit e drejtë, ata që mbajnë drejtësi, që gjykojnë me drejtësi, që qeverisin me drejtësi. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Njerëzit që mbajnë drejtësi në ditën e gjykimit do të jenë në vende të larta drite, në të djathtën e të gjithëmëshirshmit, të Rahmanit. E të dyja duart e tij janë të djathta. Janë ata njerëz të cilët mbajnë drejtësi në gjykim, në qeverisje, në familje dhe në çdo përgjegjësi që nga njëra anë. Nga ana tjetër, Islami e konsideron zullumin, padrejtësinë, një mëkat të madh, një krim të rëndë, një faj me pasoja dhe dëshkim. Allahu i lartësuar na ruajt. Allahu nuk i do zullumçarët. Wallahu la yuhibbu adh-dhalimin. Allahu i lartësuar nuk i do zullumçarët. Allahu do të shkatërrojë zullumçarët. Thot wala nuhlikanna adh-dhalimin. Allahu i lartësuar mund të jap afat zullumçarëve, por Allahu e di zullumet dhe padrejtësitë që bëjnë ata. Dhe kur të vijë momenti për dëshkimin e tyre, ata do t'i kapë dëshkimin dhe ata nuk do mundet të shpëtojnë. Inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allahu i lartësuar i jep afat zullumçarit. Por kur Allahu i lartësuar i jep atij dëshkimin e ashpër, ai nuk mund të shpëtojë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, inna Allaha la yumli lidh-dhalim. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, Allahu i lartësuar i jep afat zullumçarit. Por kur Allahu i lartësuar i jep dërimin atij, ai nuk mund shpëtoj. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pastaj ka këndruar në Kur'an, "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima." I tillë është dëshkimi i Zotit tan kur dëshkon banorët e qyteteve, kur ata janë pa drejtë, kur ata janë zullumçar. Allahu i lartësuar ka përmendur këtë ajet pasi ka folur për dërimet që kanë vuajtur që kanë marrë popujt zullumçar, popujt e padrejtë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thotë në Kur'an, "Wa man yadhlim minkum nudhiqhu 'adhaban kabira." Kush bën padrejti për jush, ne do t'i japim një dëshkim shumë të rëndë. Allahu i lartësuar vetë është i drejtë dhe ja ka ndaluar vetën padrejtësisë dhe e ka ndaluar që njerëzit i bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Allahu vetë është i drejtë dhe do që njerëzit të jenë të drejtë. Njerëzit ta kultivojnë këtë cilësi, të jenë të drejtë.
Në anën tjetër Allahu ja ka ndaluar padrejtësinë vetes. Dhe ka ndaluar edhe njerëzit të bëjnë padrejtësi njëri tjetrit. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartësuar ka thënë: "Ya ibadi inni harramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Thot Allahu i lartësuar këtë fjalë hynore, është hadith qudsi, o rob të mi, unë ja kam ndaluar padrejtësi vetes time dhe e kam bërë padrejtësi dhe ndaluar ndërmjet jush. Prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar padrejtësinë errësirë në ditën e gjykimit. Ka thënë ittaqu dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Ruhuni nga padrejtësia, se padrejtësia do të jetë errësirë në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar ja pranon lutjen njeriu të dëmtuar. Për shembull dikujt i është marrë pasuria në mënyrë pa drejtë. Dikujt i është marrë prona padrejtësisht. Një person është ushtruar dhunë. Njëri është larguar nga puna padrejtësisht. Njëri është mbyllur biznesi padrejtësisht. Njëri ka shkaktuar probleme familjare padrejtësisht. Padrejtësi të ndryshme ka. Vendi tonë njerëzit vuajnë shumë nga padrejtësia. Sidomos padrejtësia që bëjnë eprorët, drejtuesit, funksionarët, qeveritarët, njerëzit me pushtet. Kështu që nëse njëri nga këta dëmtuarit bën lutje, Allahu ja pranon lutjen atij. Kështu tregon hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do ta zëj zullumqarin dëshkimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Në çështja e zullumit është shumë e rëndë. Dhe një nga gjunahet që i ka pasojat që në këtë botë, para ahiretit, zullumqarët duhet ta dinë që do të vuajnë pasojat e dënimit që në këtë botë. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në një hadith që dy gjunahe i kanë pasojat domosdoshmë që në këtë botë, dënimet. Putja lidhet me farafisin dhe padrejtësia, el-baghyu, dhuna, shkelja të drejtave. Kjo e ka që në këtë botë dënimin, Allahu subhanahu wa ta'ala ruajt. Dhe duhet që njeriu të bëjë kujdes, të ruhet nga zullumi, që mos e kap dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thotë në Kur'an: "Wa la tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun." Mos mendoni se Allahu i lartësuar është ish kujdesur ndaj veprave që kryejnë zullumqarët pa drejtit. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Allahu i lartësuar vjen pa fat atyre që ta vuajnë dënimin në ditën e gjykimit, kur do të grejnë shikimin, do të ngrinë shikimi dhe nuk do mundet që të mbyllë syt, nga tmerri i madh i asaj dite. Ka njerëz që nuk e shohin problem ndihmën që u japin zullumqarëve. A konsiderohen mëkatar ndihmësit e zullumqarëve? Padyshim që ndihmësit e zullumqarëve konsiderohen mëkatar. Ata konsiderohen bashkëfajtor me zullumqarët. Njerëzit e mençur që në të shkuarën e kanë thënë që zullumqarin e bëjnë dhe e ngrejnë ndihmësit e tij. Pra, një diktator, një tiran, një zullumqar, një sundues i padrejt, një funksionar i keq dhe i padrejt, që bën zullum dhe padrejtësi, është i tillë për shkak të rrethit që ka, për shkak të ndihmës së tij. Nëse s'do kishte për krah zullum, ai nuk do mundet që të bënte zullume. Që krimet, padrejtësitë, zullumet, të këqija që bëjnë njerëzit, që bëjnë domethënë zullumqarë dhe për cilave vuajnë një masë e gjerë njerëzish, vinë për shkak të këtyre ndihmëve, të cilët ndihmojnë zullumqarët, po të mos ishin ndihmësit, këto do mundeshin të bënin krimet dhe zullumet. Prandaj konsiderohen në këtë vështrimin islam, ndihmësit e zullumqarëve konsiderohen bashkëfajtor me zullumqarët. Dhe rrezikojnë të përfshin dënimi bashkë me zullumqarët. Ata marrin mëkat
ashtu sikur se do zullumqtarët marrin mëkat. Allahu subhanahu wa ta'ala në ka bërë thirrje në Kur'an që të mos hanojmë nga zullumqtarët, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Mos hanoni nga zullumqtarët, se kështu ju zë dëshkimi i zjarrit të xhehenemit. O ma lakum min dunillahi awliya thumma la tunsarun. E kush vepron kështu, s'do të ketë ndihmës përveç Allahut, s'do ketë kush që ta ndihmoj. Kështu që kush bëhet ndihmës i zullumqari, kush hanon nga zullumqarët, kush përkrah një zullumqar, s'do të jetë mik i Zotit, s'do jetë i dashur i Allahut, nuk do ta ketë ndihmës krijuesen e gjithësisë. Pra atë ka për ta braktisur Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ka përmendur në Kur'an se Musa alayhi salatu wasallam, profeti Musa pra, i ka thënë Rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Kur nuk do të jem përkrahës ndihmës i kriminalëve, i zullumqtarëve, i keqbërësve. Muslimoni duhet të jetë përkrahës në vepra të mira. Duhet përkrah njerëzit e mirë. Përkrah për hapjen e dijes, fesë, për hapjen e drejtësisë. Mund të bashkëpunoj edhe ju muslimanët për hapjen e drejtës së të mirës. Por nuk lejohet që muslimoni të bëhet përkrahës i të keqes, përkrahës i zullumqtarëve, të bëhet një ndihmës i përkrahës i atyre që bëjnë zullume, që bëjnë padrejtësi, që bëjnë këqija në tokë. Allahu thot në Kur'an: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, bashkëpunoni me njëri tjetrin për vepra të mira, për devocion fetar, dhe mos e ndihmoni njëri tjetrin për gjunahe, për mëkate, për vepra të këqija, për padrejtësi, për shkelje të drejtës, për dhunë, për armiqësi. Pra mos nuk lejohet që njeriu të ndihmojë tjetrin për vepra të këqija. Nuk lejohet që të ndihmojë zullumqtarët, keqbërësit. Kjo është parim. Sidomos kur keqbërësit janë njerëz me pushtet, sepse zullumi që bën ata prek më shumë njerëz. Padrejtitë që bëjnë ata janë akoma më të rënda. Zoti na ruaj. Është për të habitur se si, domethënë, një pjesë e njerëzve kanë lënë fare në harres të pjesë. Zullumi, zullumqtarët, njerëzit e padrejtë, ndihmësit e zullumqtarëve. Se quhet problem që të bëhesh përkrahës i zullumqtarit, që të bëhesh argat i zullumqtarit, që të bëhesh paterice të padrejtëve. Edhe ata të hipin në shtëpinë dhe të bëjnë zullumi duke shfrytzuar prezencën e tyre, praninë e tyre, ose përkrahjen e tyre, apo kontributin e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith i ka paralajmëruar ata njerëz që bëhen përkrahës të zullumqtarëve, të prisëve, të drejtuesve, të funksionarëve zullumqtar, se domethënë nuk janë rrugën e profetit tonë. Dhe se ata nuk do të jenë pranë profetit ditën e gjykimit për të pirë nga haudi i profetit sallallahu alaihi wasallam. E ka përmendur profeti do ketë prijes, kuptohet prijes zullumqtar pa drejt, që nuk janë rrugën e drejtë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Faman a'anahum ala dhulmihim wa saddaqahum ala kadhibihim falaysa minni wa lastu minhum wa lan yarid alayya hawdi." Kush i ndihmon këta prijes, këta drejtues, këta funksionarë, zullumqtarë pa drejt, kjo është kuptimi. Kush i ndihmon ata në padrejtësitë e tyre, kush i beson gënjeshtrat e tyre, kohën tonë njerëzit me pushtet, njerëzit që kërkojnë të marrin pushtetin, njerëzit që kanë hyrë garë për të marrë pushtetin, e kanë në majtë gojës gënjeshtrën. Kush përpiqet mashtroj dhe të gënjej më shumë. Atëherë si mund i besoj muslimonit gënjeshtrat e tyre? Kush i ndihmon ata zullumet e tyre? Kush i beson gënjeshtrat e tyre? Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk është në rrugën time. Pra unë jam rrugën e tij dhe ai është në rrugën time. Pra profeti është i distancuar nga këta njerëz që kanë këtë moral të keq, kanë përsëritje të keqe,
kanë të qëndrim të keq ndaj zullumçarëve. Muslimani distancohet nga zullumi, nga zullumçarët. E dënon zullumin. Bëhet palë me të drejtët, me të dëmtuarit, nuk bëhet palë me zullumçarët, me keqbërësit. Ka një pozitë shumë të lartë tek Allahu, ai që thot fjalën e drejtë, që i thot dal zullumçarit, siç thonë në disa hadithe profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga ana tjetër, profeti në hadithe i paralajmëron për dëshkim ata që nuk ata që përkrahin zullumçarët, ata që besojnë gënjeshtrët e zullumçarëve. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam pra ka përmendur në fundin e hadithit se ata nuk do të shkojnë tek haudi i profetit. I haud domethënë në ditën e gjykimit, nga i cili profeti do t'u japë për të pirë njerëzve të ummetit të tij. Ata ndihmën e zullumçarëve do të privohen nga kjo mirësi dhe nuk do mund të ditë në gjykimit që të pinë prej haudit të profetit. Nuk do të shërbejë profeti me dorën e tij për të dhënë për të pirë, sikur se do t'u japë njerëzve të ummetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Prandaj duhet që muslimanit ruhen nga zullumçarët. Duhet që të mos bëhet argat, mos bëhet ndihmës i tyre, sepse mund ta përfshijë kjo që e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Në ana tjetër, kush nuk i ndihmon zullumçarët, kush nuk i beson gënjeshtrat e tyre, ai është në rrugën e profetit dhe ai do të shkojë tek haudi i profetit, që e ka përmendur profeti në ditën hadith. Edhe pastaj do të pijë nga haudi i profetit, do të jap profeti me dorën e tij për të pirë nga haudi i tij sallallahu alaihi wasallam. Ndihma që mund të jepet zullumçarit ka forma të ndryshme. A mund të na përmendesh disa nga këto forma pra të ndihmës që i jepet zullumçarëve? Kush ndihmon një funksionar, një drejtues, një sundues të zbatojë ligjet kundërshtim me fenë islame? Ligjet e fesë islame, ligjet e drejta, ligjet e bën kundërshtim me islamin pa drejta. Ai përfshihet ka ata që ndihmojnë zullumçarët. Kush zbaton ligjet apo urdhrat që japin eprorët zullumçar, ai konsiderohet ndihmës i zullumçarit. Madje ai konsiderohet vetë zullumçar. Kush i shërben një zullumçar që të marrë pasuritë apo pronët e njerëzve në mënyrë të padrejtë, konsiderohet zullumçar. Kush u shërben zullumçarëve për të marrë rishfet, ai konsiderohet zullumçar. Kush i përkrah zullumçarët që të mbajnë pushtetin apo që të marrin pushtetin, ai konsiderohet zullumçar. Kush i ndihmon me para, me pasuri, kush bën reklam atyre, kush bën propagandë në favor tyre, kush shkruan për ta, kush i ndihmon qoftë dhe me një fjalë ata. Të parët e këtij ummeti e konsideronin edhe një fjalë. Sa Allahu thotë kush anon nga zullumçar. Edhe një fjalë që thuhet do mbitin zullumçari, konsiderohet e rëndë. Prandaj njeriu mund të thotë një fjalë që nuk i dhën shumë rëndësi, si jep shumë rëndësi, mirë po për shkak të asaj fjale mund marrë zemrimin e Allahut. Dhe mund bjerë për shkak të asaj fjale 70 vite zjarri në xhenemit, siç e ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në ca hadithe. Për shumë e rëndë. Tregohet se kur e kanë torturuar Imam Ahmedin, një nga rojet e burgut i ka thënë Imam Ahmedit: "A konsiderohem unë ndihmës i zullumçarëve, ndihmës i keqbërësve?" Imam Ahmedi i tha: "Jo", tha. Ndihmës i zullumçarëve, ndihmës i keqbërësve është ai që qep rrobat e tua, që përgatit dhe gatuan ushqimin për ty. Ndërsa ti je vetë zullumçari, ti je vetë i padrejti, ti je vetë keqbërësi. Gjithashtu përmendet se e kanë pyet Sufjan e Thauri, ka qenë nga dietarët e hershëm të ummetit tonë. I kanë thënë: ai që qep rrobat e sultanit, që i thurë rrobat sultanit, ishe në atë kohë sultani ishe i padrejt. A konsiderohet ndihmës i zullumçarit? Tha Sufjan e Thauri: jo. Ky është vetë zullumçar. Ndihmës i zullumçarit është ai që këtij njeriu, këtij rrobaqepsi, i shet penjet dhe i shet gjilpërën. Ndërsa ai që
punon si rrobaqepës tek zullumqari, është edhe më i rëndë. Domethënë zullumi i tij, domethënë konsiderohet më i rëndë. Ai konsiderohet vetë zullumqar, sipas parashpjegimit që kanë bërë këta njerëz nga të parët e ymmetit. Kështu që duhet që njeriu të ruhet nga çdo lloj forme, çdo lloj ndihme që mund t'u jepet keqbërësve, që mund t'u jepet zullumqarëve, që të mos përfshihet ke vetë zullumqarët, ose që të mos përfshihet tek ndihmësit e zullumqarëve, të cilët janë paralajmëruar për ndëshkim. Ka njerëz që dëshirojnë, kanë simpati dhe u aduan të mirën zullumqarëve. Çfarë këshille ke për këta njerëz? Për të ardhur keq ka dhe në mesin e besimtarëve që frekuentojnë xhamia, që mund të kenë simpati për një politikan zullumqar, për një drejtues, një udhëheqës, një funksionar të padrejtë. Dikush nisur nga e shkuara, e kaluara e familjes së tij. Dikush për shkak se ndjek rrjetet sociale apo ndjek mediat e kështu me radhë, formon një përshtypje të gabuar. Dikush për shkak se gara politike tashmë është ndërruar në një garë e ngjashme me garat e lojrave të ndryshme. Edhe janë ndarë njerëzit në tifoz. Edhe ka musliman që bëhen përkrahës ose simpatizant ose tifoz të filan keqbërësve, filan zullumqari. Kjo është problem. Muslimani nuk duhet që ta dëshirojë me zemër suksesin e një zullumqari. Nuk duhet të ketë simpati për një zullumqar, se duhet ta ketë parasysh ai zullumqari, ai ka marrë ose kërkon që të marrë pasurinë e dikujt në mënyrë të padrejtë. Ai kërkon të shfrytëzojë njerëzën në mënyrë të padrejtë. Ai ushtron pushtet në mënyrë të padrejtë ose kërkon që të marrë pushtetin ta ushtrojë ato në mënyrë të padrejtë. Ai është kaq që vuajnë shumë njerëz. Kështu që s'mund të bëhen nuk lejohet që të bëhen simpatizantë të tyre. Përkundër muslimanët do të mirë për muslimanët. Dhe jo të dojë që të vuajnë muslimanët. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi min al-khayr ma yuhibbu li nafsihi." Nuk beson askush për ju, derisa të dojë për vllajën e tij atë që do për veten e tij. Muslimani do që të ketë sukses në jetën e drejtë, dhe që të dështojnë zullumqarët të padrejtët. Lakmia, dëshira për pushtet, çfarë gjykimi ka? Në parim muslimani nuk duhet të lakmoj pushtetin, nuk duhet të kërkoj pushtetin. Nuk duhet që të përfshihet në garë për pushtet. Kjo është parim. Sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tas'alil imara. Mos kërko pushtetin. Për të habitur një pjesë e muslimanëve, këtë e kanë shndruar në parim. U thonë nxjisin muslimanët, përfshihuni në garë, hyni. Pa marrë parasysh kush është ky person. Çfarë aftësish ka ky njeri? Çfarë ka me bë? Çfarë pritet? Përkundërzi, parimi do të jetë mos kërko, mos garo, mos u përfshi. Aq më tepër kur kemi të bëjmë me një shumicë zullumqarësh. Dhe thosh zullumqari shfrytëzojnë njerëzit. I shfrytëzojnë për interesat e tyre. E kjo kuptohet shumë qartë. Profeti pra ka thënë mos kërko pushtetin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu nadama. Ka thënë ju do të tregoni interesim për pushtet. Por ajo do të jetë domethënë dështim. Dhe do bëhen pishmon, do të turprohen ditën e gjykimit ata njerëz që kërkojnë të kenë pushtet. Në ditën e gjykimit, njerëzit që kanë marrë pushtet apo që kanë qenë drejtues, që kanë qenë udhëheqës, do vinë të lidhur me pranga. Deri në qafë, deri në fyt. Pastaj nëse kanë qenë drejt, do u zgjidhen. Nëse kanë qenë pa drejt, do shkatrohen. Njerëzit që kanë qenë funksionar, kanë qenë drejtues, kanë qenë udhëheqës. Në ditën e gjykimit do të dëshirojnë që të kishin qenë këtë botë të lidhur, të binin, të rëzoheshin nga plejada Thureja.
të rrezoheshin tokë, edhe të mos kishin marrë pushtet, mos kishin pas përgjegjësi, mos kishin qenë drejtues. Sepse është përgjegjësi shumë e madhe për Allahun subhanahu wa taala. Vetëm drejtësia shpëton njeriu para Allahut subhanahu wa taala ditën e gjykimit. Kështu që njeriu do të ruaj veten, bëj kujdes. Përgjithsisht njerëzit që lakmojnë pushtetin, që dërgojnë, domethënë kërkojnë pushtet, nuk kanë qëllime të pastërta, pavarësisht interpretimit, justifikimit, fjalëve të bukura dhe të ëmbla që mund thonë ata. Përgjithsisht. Prandaj sipas një hadithi tjetër të profetit nuk i jepet pushteti atij që e kërkon. Dhe kjo është një nga tmetat e sistemit ekzistues. Ne e themi, s'kem që t'i tremi di realiteti. Ky sistem ka shumë shtrembrime, ka shumë tmeta, ka shumë probleme, edhe pse masa nuk e kupton këtë gjë. Po kjo është realiteti. Në therr ky sistem është i shtrenjtë. Dhe një nga shtrembrimet e mëdha të tij është se hap mundësinë për njerëzit të kërkojnë, garojnë për pushtet, ndërkohë që dëshirat e njerëzve duhet frenohen. Por muslimanët dhe muslimanet, të cilët duhet të jenë, domethënë duhet promovojnë moralin, duhet të kenë sjellje të mirë. Të bën habi se si mund të përfshihen kështu pa kriter, pa rregull, pa asgjë gjë, mund të përfshihen domethënë në garë në këtë mënyrë. Po kur femrat kërkojnë pushtet, situata është akoma më delikate. Mund të ketë pasojë edhe më të rënda. Sepse përveç atyre që u përmendëm më përpara, femra nuk ka këtë vend sipas rregullave të Islamit. Dhe nuk është sjellje e saktë nxitja e femrave për këtë çështje dhe përfshirja e femrave në këtë garë. Dhe nuk pritet hajër nga gjë e tillë. Dhe padyshim që keqbërësit dhe zullumqtarët do përpiqen që të shfrytëzojnë prezencën e femrave muslimane në ambiente të tilla. Prandaj këshilla ime është që femrat të mos përfshihen në këtë lojë të pistë. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Njeriu duhet të kërkojë të kënaqë Allahun, të fitojë kënaqësinë e Allahut, jo të kënaqë njerëzit. Jo të përpiqet të plotësojë dëshirat e njerëzve. Sepse ai që përpiqet të kënaqë Allahun, Allahu do kënaqet me të dhe do bëjë që edhe njerëzit të kënaqen me të. Dhe nga ana tjetër, kush kërkon që të kënaqë njerëzit, duke zemëruar Allahun, Allahu zemërohet me të. Dhe do të bëjë që me kalimin e kohës dhe njerëzit zemërohen me të. Dhe kush kërkon të kënaqë njerëzit, duke zemëruar Allahun, duke bërë ato që e zemërojnë Allahun, Allahu do ta praktikojë ta lejë për njerëzit. Ndërsa ai që punon të kënaqë Allahun qoftë dhe nëse zemërohen njerëzit, Allahu subhanahu wa taala do t'ia plotësojë nevojat, që ai mos ketë nevojë për njerëzit. Po mirë, nuk ka raste ku bën përjashtim ndihma që mund të japësh një njeriu të keq ose një grupi të keq kundrejt një grupi më të keq. Ka raste që bëjnë përjashtim. Por përjashtimi duhet bëu me shumë kujdes. Sepse nëse njeriu nuk ka qëllim të mirë, nëse nuk arrin të ndallojë gjërat, nëse nuk i vë në peshë sipas argumenteve të shariatit, grupet dhe njerëzit, atëherë ai rrezikon të dalë me përfundime të këqija dhe mund bëhen ndihmës i zullumqtarëve. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Padyshim, kërkohet që të paksohet e keqja, të paksohet zullumqtari, të paksohet zullumet. Nëse s'mund të eliminohet krejtësisht zullumet dhe padrejtësia, nëse është e mundshme që të paksohet zullumi, atëherë muslimanët veprojnë për paksimin e zullumit. Nëse kjo është e mundshme, kuptohet. Gjithashtu, mund të përkrahet një grup për të shmangur një grup tjetër që është më i keq. Por përgjithsisht, njerëzit që garojnë për pushtet, që marrin pushtetin, që ndihmojnë njerëzit me pushtet, apo njerëzit që kërkojnë të marrin pushtetin, nuk kanë qëllim të pastër. Nuk i kanë parë gjërat siç duhet sipas argumenteve të shariatit.
Prandaj konstatojmë fenomenin shëmtuar. Një muslimoni ose një muslimonje që bëhet ndihmëse e zullumqarit, pas një farë, pa paksu zullumin asgjë. Përgjithsisht, kush nuk është në ambientet e vendimarrjes apo në ambientet, domethënë nuk është njëri me pushtet dhe kërkon ta marrë atë, përgjithsisht nuk ka qëllim të mirë. Dhe nuk do ketë sukses. Nëse nëse njeriu është në atë ambient, ka filluar të kapet për fenë, po ruhet nga e keqja, po pakson zullumin, në këtë rast edhe mund të bëhet ndonjë përjashtim për ta. Por siç e thash, domethënë, këtë çështje duhet pa mirë, sepse nëse nuk shikohen mirë në dritën e argumenteve shariatit, duke marrë parasysh synimet e shariatit, atëherë do të konstatojmë që një pjesë e muslimanëve do bëhen ndihmë të zullumqarëve, do përkrahen zullumqarët, nuk do shërbejnë për përmirësim shoqëri, nuk do të shërbejnë për vendosjen e drejtësisë, për prapjen e drejtësisë, por përkundrazi do bëhen vegël dhe do bëhen argat i zullumqarëve, do të konsumohen vetë, do harxojnë paratë e tyre, pasuritë e tyre, vend që të përqendrohen ke dije dobishme, ke veprat e mira, ke davja rrugë të Allahut, vend që të përhapi fjalën e Zotit, të thrasin ta njerëzve në Allah, bëhen argat e zullumqarëve, reklamojnë punën e zullumqarëve, shërbejnë zullumqarëve, bëjnë propagandën e zullumqarëve. Pra, çështje shumë serioze. Rast domosdoshmëria, rast nevoje, mund të ketë ndonjë përjashtim. Por në situatën ku jemi ne, shohim që shumica e njerëzve nxitohen. Shumica e njerëzve që përfshihen në këto gjëra të tilla nuk kanë qëllime të mira. Allahu subhanahu wa taala na ruajt. Amin. Allah shpëleft hoxhën e nderuar. Atëherë, vëllezër dhe motra, ky ishte emisioni pra i kësaj radhe. E lutim Zotin e gjithësisë që të na bëjë ndihmës të së drejtës dhe jo ndihmës të zullumqarëve. Shihemi inshallah në emisionin tjetër. Allahu ju rujt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.